Jemi këtu sot në Madrid, në kryeqytetin e Spanjës, për të përkujtuar 3 familje të shquara shqiptare, të cilat arritën një famë jashtëzakonisht të madhe në mbretërinë spanjolle, brez mas brezi. Këto ishin familjet Bua, Kresha dhe Renesi. Dhe këto familje patën një hyrje triumfale në gjitha strukturat qeveritare të mbretërisë spanjolle dhe me të gjitha në atë ushtarake. Por sot shënohet dhe 210 vjetori themelimit të regjimentit të famshëm të stradiotëve shqiptar, të themeluar nga Karli i 7, mbreti i Napolit, i familjes gjithmonë mbretërore të Spanjës, që ishte Real Albanese apo Real Macedone, siç është njihet në historiografi. Ne duhet kujtojmë se spanjollët i përdoren për një kohë të gjatë shërbimet e stradiotëve shqiptar dhe i përdoren përderi dhe në Holland, kur patën nevojat e tyre për të nënshtruar rebelimin e holandezëve. Por i përdoren për një kohë të gjatë dhe në Amerikën Latine. Pikërisht nga Spanja apo nisën drejt Amerikës Latine, ku qëndruan për kohë të gjata për nënshtrimin definitiv të vendeve të Amerikës Latine ndaj vullnetit të mbretërve të Spanjës. Ne duhet të sqarojmë dhe një term që përdoret shpesh sot në historiografinë evropiane, që është termi stradiot. Kostas Mpiras, që është një ndër historianët më të shuar grek, që ka folur mbi stradiotët dhe ka shkruar volume të tëra mbi stradiotët, ai sqaron se të paktën 90% e stradiotëve ishin shqiptar. Pra, të shëluan as topi tashmë, por duhet të bëjmë ndarjen e fjalës stradiot nga stratiotis, që është në greqisht, që nuk ka lidhje fare me atë të stradiotëve, se shumë shqiptar ngatrohen në këtë fjalë duke kujtuar se është fjalë greke. Ky është një emërim venecian, pasi venecianët e përdorin për herë të parë këtë trup elitare ushtarake shqiptare dhe i quajtën stradioti, nga fjala strada, rruga, pra do të thotë ushtar të rrugës. Stradioti dhe u kthye nga fjala strada, rruga, u kthye në stradiot. Pra, kjo ishte një përkujtim i shkurtër për këtë grup, për këtë regjiment të famshëm, që ishte edhe një herë përsërisht Real Albanese apo Real Macedone, siç quhet, pikërisht këtu nga Spanja. Mbas ne shikoni mbretin Karli III, që është dhe babai i flamurit të sotëm spanjol. Nga kryeqyteti i mbretërisë së Spanjës, Madrid, unë Albankara ju përshëndes dhe uroj çdo të mirë. Përkujtojmë sot 510 vjetorin e nisjes nga ky port ku jemi në Liverpool të Britanisë së Madhe, të një ndër figurave më karizmatike dhe legjendare të stradiotëve shqiptar. Pikërisht të Thoma Buamashit, i cili në vitin 1515 u nis drejt Portugalisë për të vazhduar më tej drejt Brazilit. Ai kishte shërbyer për vite me radhë së bashku me stradiotët e tij në krah të Enrikut të VIII, mbretit të Anglisë, në luftë kundër skocezëve. Pikërisht ajo që kishte vënë në fushën e betejës së bashku me stradiotët e tjerë shqiptar kundër skocezëve, kishte bërë Enrikun e VIII që ta rakomandonte tek miku i tij, tek mbreti i Portugalisë së kohë, që ishte Gjoni i III. Pikërisht nga këtu nis Thoma Buamashi së bashku me stradiotët e tij për në Lisbon në vitin 1515 dhe do të vazhdonte pastaj nga Lisbona për në Brazil, ku do të ndihmonte në evangelizimin e banorëve të atij vendi dhe në nështrimin definitiv ndaj vullnetit të Gjonit të III. Nga qyteti i jashtëzakonshëm i ëndrave të Liverpoolit, nga qyteti i Beatlesave të famshëm, unë Alban Kraje ju përshëndes dhe ju uroj çdo të mirë.